Mos i injoroni, këto 6 shenja tregojnë se po pini kafe më shumë se ç'duhet. Kafja ka një efekt laksativ dhe nëse ju keni probleme me stomakun dhe zorrën e trashë, në raste të diarres, dijeni se po ju shkakton kafja e tepërt. Kafja ju bën të ndiheni të lodhur ditën tjetër për shkak se ajo e stimulon sistemin nervor për një periudhë afatshkurtër. Dozat e larta të kafeinës sjellin një gjendje ankthi dhe nervozizmi. Nëse vini re se po bëheni nervoz shumë shpejt, bëni mirë të kontrolloni sasinë e kafeinës. Kafeina ju mban në zgjuar dhe në të njëjtën kohë mund të ketë pasoja për gjumin. Nëse keni rrahje të shpejta të zemrës dhe përjetoni lodhje, gjithashtu duhet të hiqni dorë nga kafeina. Nëse ju ndjeni se jeni bërë të varur prej saj, gjithashtu duhet që të konsumoni më shumë ujë se sa kafe.